Të gjitha rrugët e qarku Dibër ishin në mbushtetin e mjegullos gjatë orëve të para të ditës së sotme. Qarkullimi automjeteve u bë me vështirësi për shkak të fushpamjes së kufizuar. Situata ishte më problematike nga automjetet që nuk kanë ose lëvizin pa drita të ndezura, si dhe nga kombësorët që bëhen të vështirë për të konstatuar nga drejtuesit e mjeteve. Në të gjitha akset si Burrel Klos, rruga Arbrit, Bulqis Peshkopi dhe Burrel Shkopet kishte prani të mjegullos së dendur. Për të monitoruar qarkullimin e automjeteve që të shmangën aksidente, policia ishte vendosur në disa pika kyçe të këtyre akseve rrugore. Ndërkohë, uniformat blu ju bën apel drejtuesve të mjeteve të jenë të kujdesshëm gjatë qarkullimit në ditë të tilla, ku duhet të mbajnë distancën e duhur, të shmangin parakalimet si dhe të mbajnë dritat e mjegullos ndezur. Mjegullo ka qenë prezente për disa ditësh në të gjithë qarkun, duke bërë që lëvizja e mjeteve të bëhet me vështirësi. Ndërkohë, sipas mjekëve, në ditë të tilla, persona që kanë probleme me frymarrjen duhet të shmangin daljet jashtëbanese.